Nga momenti i miratimit në kuvend deri tek hyrja në fuqi ka një procedurë dhe ju nuk e keni Partia Demokratike nuk e ka denoncuar që në dhjetor këtë ligj që do i kishte efektet në zgjedhje. Sepse në atë kohë opozita kishte hallin e tymit edhe është zgjedhur pikërisht data 9 maj, dita e fundit e fushatës, që të kalonte një vendim qeverie për ta vërtetuar ligji këtë çështje. Që 2023, ngusht 2023. Dhe e ka shkel ligjin, e ka tejkalu ligjin me 146 fish. Në sipërfaqes Dakor, se ajo dakor që ka bën dhjetor, po kjo që është bërë që në gusht të 2023. Dhe ti ma miraton në 6 mars të 2025. Luan, ka një problematik që lidhet me përthyrjen e ligjit deri në limite. Thuhet që nuk mund merren vendime gjatë 4 muajve para zgjedhjeve, por do të thënë kur janë draftuar ndryshimet në kodin zgjedhor nuk do të thënë është bërë loja deri në presje dhe në gërm. Vendimet për shembull për bonusin e pensionistëve është marrë më përpara, por e ka fuqinë e zbatimit në periudhën para zgjedhore. Tani juristët e PD-s duhet të ishin çik më të kujdesshëm. Besoj unë tek këto marifete që dihet që do të shfrytëzohen. Juristët e PD-s kishin hallin të përcaktonin zonën e mbyllur të listës. Jo, në rregull, po kjo i takon ndryshimeve të mëparshme. Sepse e kanë shkelur ligjin për shkak të efektit. Flisja për pensione.